Programi ynë ofron edhe garanci për të punësuarit. Ne do ta kryojmë fondin prej papunësisë, një fond i cili ju garanton të gjithë atyre që për një arsye apo një arsye tjetër i humbin vendet e punës dhe jo ata të ngelin në javën e parë pa paga, por të kenë të garantuar pagesën nga shteti për 80% pagës të fundit për 6 muaj. Do ta kryojmë gjykatën e punës, një gjykatë e cila në kohë, mënyrë efikase do t'i trajton kontratat e punës dhe do t'i mbron të drejtat e të punësuarve edhe në sektorin privat edhe në sektorin publik. Se në fillim të mandatit do të rriten pagat për 50%. Për arsimtar, mësues, profesor, mjek, polic, ushtar, zjarfiks dhe të gjithë ata që realizojnë paga përmes buxhetit Kosovës do t'i gëzojnë pagat me rritje 50%. Përveç rritjes pagave, ne do të kujdesëm edhe për standardin e jetesave për ata që kanë kontribuar shumë për këtë vend, siç janë pensionistët. Do të rrisim pensionet për 50%. Viteve të fundit janë dhënë premtime të mëdha, por rezultatet kanë qenë shumë të vogla. U fol shumë për drejtësi, por u krijua pasiguri. U fol shumë për zhvillim, por u rriten çmimet, u shtrajtu kosto jetesës dhe u përkeqësu jeta edhe standardi jetesës qytetarëve të Kosovës. U fol për sovranitet, por u dobësuan aleancat. Kosova nuk ka dështuar si shtet, por Kosova është këtë qeverisur. Dhe sot, çmimin po e paguajnë qytetarët tonë. Me pagat e ulta, me furnizim jo stabil me energji elektrike dhe çmimet larta,